Edhe pse jemi në vitin 2025 në Shqipëri, ka ende familje që jetojnë pa energji elektrike. Brunilda Sina, nënë e një vajze 10 vjeçare diagnostikuar me sëmundjen e epilepsisë, jeton në një banesë në ruajtje në qytetin e Rrogozhinës në kushte të mjerueshme. Banesa e tyre është shembur para 10 vitesh dhe ata u detyruan të strehohen në një banesë e cila është në lagështi dhe pa energji elektrike. Shumë keq. Kur të pa keq si? Pa banesë për ku kam më keq mu, pa ujë, pa drita. E në vetë me probleme shëndetësore jam me gjoksin. Kam 3 vjetë gjysë që ujë. Gazo me epilepsi me probleme të mendare. Po si janë? Sa më parë këtu, që ti kemi banesë tjetë, ta kem timën, me ujë për drita. 10 vjetë pa drita? 10 vjetë. Kryefamiljarja shpreh se ndihma e vetme për të janë fqinjët, tek të cilët shkon edhe lahet edhe merr ujë. Aq shumë kanë marrë të komshi që nuk e harroj kur. E ti shkoj lan, shplan, la robe, mu shuqë për baje. Ata më kanë marrë që ta mos e fëmijën e vet, as baba im s'ma ka bua atë gjë. Sikurse mos mjaftonte vetëm kjo në banesë që jetojnë prej 10 vitesh, mungon energjia elektrike. Në mbrëmje në nebi, mes frikës për ndryshim, përdorim vetëm një elektrik, të cilin e karikojnë tek fqinjët. Me elektrikja, shkoj e karikoj këllë mshit. Ndërkohë të afërmit e familjes theksojnë se shteti duhet i ndihmojë të paktën me një dhomë ku të strehohen në nebi. Në burrit, unë jam nëse vllajt e saj. Një shumë të vështira. Pak në kështet tani më një dhomë, një banjë, një fëmijë, ta rregulloj. Lejnë gjëra tjera mos o fëmijë.